Zoti Qusi, ju keni bërë një marrëveshje me Partinë Demokratike, ku tashmë jeni pjesë e një koalicioni me shumë parti, për të futur në zgjedhje, për të pasur një mundësi për të fituar zgjedhjet ndaj kryeministrit Edi Rama. Si e shikoni këtë koalicion? Duke të falenderoj që ne jemi për herë të dytë së bashku. Ne si parti e vetme kombëtare konservatore e regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga 55 parti politike, ju bashkuam koalicionit të udhëhequr nga Skënderbeg i dytë, profesor doktor Sali Berisha. Pra, koalicioni ka 26 subjekte, sikurse ju e dini, ne kemi qenë përpara një koalicion me Partinë Demokratike Zyrtare, që do të thotë deri me 11 qershor, vulën e kishte një tjetër personalitet politik. Pas 11 qershorit, sikurse ju e dini, ne konservatorët njohim protokollin dhe shtetin e së drejtës, të cilin duam të ndërtojmë. Shteti i së drejtës ka folur përmes gjykatës dhe gjykata e apelit i ka rikthyer vulën, kryetarit të Partisë Demokratike Rithemelimi, profesor doktor Sali Berisha. Unë e konsideroj atë si Skënderbegu i dytë. Pse kështu? E konsideroj si Skënderbegu i dytë se nëse nuk do t'ishte Sali Berisha, Kujtim Gjuzi nuk do t'ishte dhe nuk do t'kishte mundësi t'ishte kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore. Kur kam marrë një herë një kërcënim mjaft ashpër, unë kam gjetur streh në Partinë Demokratike, në poltronin, në foltoren, ta themi më mirë, të Partisë Demokratike të dhënë nga Sali Berisha. Pra, Sali Berisha nuk është njëri që censuron kolegët, aq më shumë kolegët e 26 partive që janë në koalicionin tashmë Shqipëria e Madhe, sipas shkëlqësisë të presidentit Donald Trump dhe sipas të dërguarit të tij në Tiranë, La Civita, po ashtu Shqipëria madhështore, sipas Sali Berishës dhe pranimit ton për të pranuar termin Shqipëria madhështore, sepse dikush tjetër mund të thotë që këto duan të ndërtojnë Shqipërinë e Madhe. Në fakt, Partia Kombëtare Konservatore punon për shqiptarët etnik në 160.825 km2 troje që ne i konsiderojmë të banuara nga shqiptarët. Etnik apo natyral, kjo është një çështje që i përket gjeopolitikës europiane dhe botërore. Zoti Gjuzi, sa e vështirë është që ketë një koordinim për një koalicion që ka mbi 20 parti? Partia më e madhe në këtë koalicion është Partia Demokratike. Ndonjëherë ka terme të gabuar, partitë e vogla, partitë e mëdha. Po të vini re, sot është Meloni në Itali, nuk është më ndjeri Berlusconi, po ishte ministre e Berlusconit dhe ajo bërë një subjekt të ri, hapësirat e ligjit në Itali lejojnë që gara midis partive politike të zgjerohet. Në Shqipëri këtu ka një çedencë, mund ta themi kështu. Disa e vënë fajin doktor Berishës, që unë herë them me përktheli Baca, duke ju afruar institucionit Baca për nga mosha, dhe është e vështirë, por Baca gjithmonë është i kujdesshëm dhe gjen hapësira dhe krijon hapësira. Ndonjëherë krijon edhe blloqe. Bloku më i egër brenda Partisë Demokratike ka qenë bloku sorist i përfaqësuar nga Lulzim Basha. Mendoni që Basha ka qenë i mbështetur nga Soros? Ai e ka pranuar vetë tashmë që fondet e fondacionit Soros nga zonja e tij kanë kaluar edhe për të disbursuar në drejtim të doktorit, po doktori ja dhuroi të bukurën e dheut, them unë, pas Shqipërisë madhështore, do ta themi këtë, ja dhuroi Lulzim Bashës në vitin 2013. Pavarësisht se unë atko isha edhe brenda edhe jashtë Partisë Demokratike, si 4 vite antar i Këshillit Bashkiak i Partisë Demokratike, pavarësisht se ne ishim dakord, por Baca gjithmonë ka të drejtë.
Zoti Gjusi, a besoni që Shqipëria është një shtet i kapur nga mafia? Nëse po, kush janë bosët e vërtet të këtij vendi? Po, bosët e vërtet të këtij vendi konsiderohet 4 familje mafioze. Tani, që ti konsiderosh familjet mafioze, duhet i vërtetosh përmes sistemit të shtetit të së drejtës. Do më thonë, ai ka filluar, mendoj unë, nga struktura e posaçme antikorrupsion, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe gjykata operacionale antikorrupsion. Pra ka filluar shteti i së drejtës tec. Ai është tashmë gati 10 vjeç, 9 vjeç është tamam. Me 140 votat në parlament. Ju keni qenë gjithmonë kritik ndaj sistemit. Pse nuk keni arritur të merrni mbështetje të gjerë nga populli që të keni mundësi që vetë ta ndryshoni këtë sistem? Atëherë, koalicioni, Aleanca Bashkimi Popullor, Emigracioni, Ora e Shpresës dhe konservatorët e filluan misionin në vitin 2021. E ruajtëm institucionin e parlamentit në vitin 2019. Nuk ishim dakord me 140 votat e dhëna në parlament a priori ose nën presion. Por, brenda Partisë Demokratike në atë kohë kishin një shumatore deputetësh të nxitur nga struktura Soros. Kjo strukturë sot anatemohet nga doktori me plot të drejtë se rrezikoi pluripartitizmin në Shqipëri. Në këto kushte ju keni të drejtë kur bëni pyetjen pse ne nuk na suporton populli, qytetarët. Jo, s'është kështu. Ne bëm koalicionin në vitin 2021, ne edhe sot që do dalim në zgjedhje, janë të gjitha ankesat tona në sistemin gjyqësor, në prokurori, nga përfaqësuesi jonë që dikush e anatemon, deputeti legjislaturës nënt Selami Jeniçeri, të lutem këtë do të marruni, nuk do të ma lëvizni, se pëse do të i them që i censuroni dhe jo gazetarët. Pra, ky është deputet me gjysh, është deputeti i dytë në mbiemrin Jeniçeri, unë jam i 4 me mbiemrin Gjuzi. Dhe deputeti Kadri Jeniçeri është firmëtar përfaqësues i Shkodrës në Kongresin e Lushnjës, kur u ndan me qeverinë e Durrësit. Për arsye, ju e dini, Kadri Cakrani, ju e dini, se si e mori Kadri Cakrani një pjesë qeverisë dhe me zogën e caktuar ministër të brendshëm. Dhe erdhëm deri në atë që konsiderojnë mbretëria shqiptare, dinastia e 7 shqiptare. Atëherë, ju me të drejtë e bëni këtë pyetje. Pse nuk na votoj ne? Atëherë do më lejoni një minutazh që unë të them sistemin e votës? Lulzim Bashës i është vjedhur karrika e kryeministit në vitin 2021. Duam apo s'duam ne? E votën për fajt Bashës? Jo. Përgjegjësitë të gjitha i kishte ambasada amerikane, Yuri Kim personalisht, që i futin njerëzit me datën 5 qershor të firmosin dhe nuk ju përmbajt marrëveshjes. Ju mund të bëni pyetjen e dytë, ju ishit deputet dhe ju a e votuat ju ndryshimet në kodin zgjedhor? Po. Po pse i ndryshuam ne ato? Pse jo unë vetë personalisht, se si Parti Konservatore ne e kemi abstenuar atë rast. Po kolegët tani votuan, muslimurizim e shok. Atëherë, pse ne në atë kohë i dham vot e certifikuam ndryshimin e kodit zgjedhor? Se ishte më i mirë se kodi 2008-ës. Sot Partia Kombëtare Konservatore është antare një koalicioni me Partinë Demokratike të rrjedhmeluar personalisht nga Sali Berisha. Dhe Sali Berisha ka marrë në një farë mënyre i merr Baca këshillat, kur ulesh tavolinë Baca të dëgjon me vëmendje. Të dëgjon me vëmendje. Keni vënë re që nuk thot më une dhe Partia Demokratike, po thot ne, koalicioni opozitar, do të bëhet aq i madh sa do të përmbysim kryeministrin e regjimit, se ne jemi nën kryeministrin e regjimit. Atëherë, jam përgjigje pyetjes. 622.000 vota Partia Demokratike drejtuar nga Lulzim Basha në këshillim me Sali Berishën, po jo me vendimmarrje Berisha drejt Bashës. Firmën e Kujtim Gjuzi në fund të vulës. E pra, vende firmën Lulzim Basha. Lulzim Basha nuk zgjodhi në atë kohë ta thirrte koalicionin tonë, siç fola unë, po i la të shpërndan gjithë si ne i quajmë kaqoli kur gjun arrat, themi ne në Tiranë. Se ju jeni me origjinën nga Arza e Kuksit, ha? Pra kur gjun arrat kaqoli, i shpërndan ato. Atëherë, çfarë bëri Basha? Nuk i mlodhi. Një nga ato ishte dhe gabimi me LSI-n, 104.000 vota, 622.000 plus 104.000, këto bëjnë 726.000 vota.
kemi 71.500 vota të tjetërsuara, nga 82.500 vota të tjetërsuara në total. Integrali X-it, ne që kena mësu matematikë ekonomike, integrali X-it thot, në 32 vite, pluripartitizëm janë 11.000 dhe 12.500 votat gabim. Pra qytetaria shqiptare nuk gabon shumë, gabon me 0,1%. Atëherë, si ka mundësi qytetaria shqiptare shkon gabon tani, jo me 0,1%, po shkon 0,7-0,8%, 0,8% është afër 1%, 1% është një deputet e gjysmë në parlament. Pra, Partia Konservatore e merr ka deputetin. Nëse LSI merr 4 deputet në 104.000 vota, me 70.000 vota, a merren një deputet e gjysmë deri në 2? Atëherë kush s'tan pas ka votuar, kush i prishi votat? Votat i prishin Marrëveshja Lulzim Basha me Monika Kremallin, me Edi Ramën. Këto prishin votat. Se këto do shkonin në parlament, ne s'njohim zgjedhjet. Se na u cënu vota jonë, si koalicion, dhe na la ne 4.500 vota. Si mund të mos e konsiderosh një parti politike të në koalicion me 4.500 vota? Sali Berisha këtë matematikë bën. Edhe thot, të gjithë partit që janë koalicion me mu, kanë 1/3 e votave të elektoratit shqiptar. Do të thot që kanë rreth 270.000 vota, bashkë me LSI-n. 270.000 vota, janë 20 mandate. Sali Berisha këtu jep 8 mandate, nuk i ka marrë mandate, qyllë si që thot një kadill. Se unë mund të them edhe laf tjetër atje. Një dështak. Që thot na bën për qesh deputet. Kush deputet bën për qesh? Deputet që rrujtën institucionet e parlamentit shqiptar, qesherak e ti, që do mandat, qyll, i herë shko kjo Sali Berisha, kërë i themelimi, i herë shko kjo Lulzim Basha, kongres për të boti kryetar. Që kryetar e ti s'ka asnjëri mrapa. Tu s'vjen, edhe përmend dhe emrin Kujtim Gjuzi. Ti kush jeti? Kush jeti të lutem? Kujtim Gjuzi është institucion. Se përfaqëson një institucion të certifikuar në gjykatën e shtetit shqiptar. Që do të thotë, kjo është pronë e konservatorëve shqiptar, jo e Kujtim Gjuzit, nuk quhet e partia e Kujtim Gjuzit. Ajo quhet Partia Kombëtare Konservatore e konservatorëve, term që tashmë nuk ka media që nuk e përmend dhe nuk ka njeri në PD që thotë do të bëhem konservator, po konservatori vetëm në Parti Demokratike ka emrin Sali Berisha si familjar, si politikan e ka emrin kryetar i Partisë Demokratike. Me qenë se ne jemi në koalicion, koalicioni konsiderohet konservator, se është Partia Konservatore. Po sikur të mlidhet kryesia sonte, e thotë, duhet dalim se nuk po përfaqësohemi në asnjë listë. Çe duhet bëjon? Unë bim pakic apo s'bje kështu? Edhe i bja që ose të japësh dorëheqjen, ose të rish bisht, jo si na bisht ne. Nuk kemi vagon ne. Kemi 4.500 vota tash nga zgjedhjet e kaluara. Merë futuni, shikoni listën zgjedhore në Komisionin Qendror Zgjedhjeve. Përfundimisht ne jemi të votuar. Për sa mandate? Albin Kurti e filloi me 7 mandate. Sot ka 57 mandate. Zoti Gjuzi, ju e cilësoni veten patriot. A mendoni se politikanët e sotëm janë tradhtar të kombit? Nëse po, kush duhet mbaj përgjegjësi? E para njëherë, unë termin tradhti nuk e njoh. E bazë vlerësoj me termin i kanak. Do t'i hikësh diçka e për interesa personale. Kryesisht njerëzit janë të prirur, sipas studimeve tona ekonomike, të kenë në sistemin bankar miliarda euro. Më thoni ju mu, Elton Musk, me miliarda euro, pse zgjodhi të bëjë politikan? A e keni menduar ndonjëherë? Ja ju a përgjigjen. A i zgjodhi të bëhet politikan sa i pa që miliardet e eurove nga agjensia Soros dhe USAID po dalin ditë për ditë, kishin dëmtuar buxhetin amerikan të shtetit me $3 në borxhin e brendshëm. Këtë borxh po fillonin ta çonin tani në borxhin e jashtëm dhe nëse fillon borxhi i jashtëm, fillon rreziku sipas ne ekonomistëve. Dhe ai zgjodhi të bëjë politikan për departamentin e eficiencës. Këtu është politika e patriotit dhe i kanakut. Pra, një njeri që është biznesmen, si Donald Trump, zgjedh që të bëjë jo vetëm biznes, po zgjedh të jetë patriot. Dhe si tha, unë tha përpara goditjes me armë, tha, me gjithë se shkoja në kish, nuk besoja shumë, po vetëm Zoti ma shpëtoi jetën. Pra, ne konservatorët njohim Zotin. Duke njohur Zotin, njohim patriotizmin dhe vim të çfarë është konservatori. Konservatori është familjar i mirë, është njeri që ruan traditën e mirë, si tashun
traditën e besës, bacës, të parit shtëpisë, është ai që trashëgon pronën te i biri i tij. Dhe në fund është ai që flet mirë gjuhën shqipe, ndoshta nuk e flas shumë mirë, po e ruaj kontekstin zyrtar, jo vetëm letrar, lingvistik, po të themi kështu, se ka të tjerë që janë më të zotë se unë dhe flasin më mirë shqipen, po janë ata që janë studios të shqipes. Unë jam politikan dhe gjuha politikanit nuk është e drunjt, është, si të thuash, në termin popullor do të thotë elastik, ose, si thot Konrad Adenauer, nëse je politikan, duhet njohësh kompromisin. Nëse nuk nje kompromisin, ti je i kanak, thot ai. Ti nuk di të bësh politikë dhe duhet t'ikësh. Në këtë koncept rikthehemi. Prandaj jemi në një koalicion të gjerë, ku i pari midis të barabartëve është kush? Profesor, doktor Sali Berisha. Ne kemi zgjedhur atë. Mund vi pyetja tjetër e juja, që ti ke qenë kundër Ilir Metës, ke dalë hapur vot për të shkarkuar nga presidenti. Po nuk kam dhënë vot atje të tërheqjes Zvarti, presidentin e Republikës, kryeministrin e Republikës dhe kryetarin e Kuvendit të Republikës. Se në atë moment që ti e tërheq Zvarr, unë jam me të doptin. Kjo është Partia Konservatore. Ky është termi konservator. Ruajtja e vlerës. Zoti Gjuzi, a mendoni se SPAK-u është realisht i pavarur apo është thjesht një mjet politik? Politika ndërkombëtare kontrollohet, kam thënë unë, nga perandoria. Kush perandoria? Perandoria është anglo-saksone, ku bëjmë pjesë edhe ne, tani si antarët NATO-s. Për shumë vite ne kemi qenë në Orient. 600 vjetë, në Bizant, është rikthyer, kam thënë unë, Jules Cezare. 3 janë njerëzit që kanë shkelur këtë tokë, ku ne bisedojmë së bashku lirshëm, si pasojë e pluripartitizmit, apo jo. Kush janë këta? Është Jules Cezar, që ka kaluar këtu në Tiranë, është Nikita Khrushchev, dhe i treti është George Bush. Tani pyetja është, me këtë do zgjedhësh ti, zoti Gjuzi Tiesh? Unë kam zgjedhur ti me George Bush. Sali Berisha ka sjellë George Bushin këtu, nuk mund të jetë tradhtar. A është i kanak? Sali Berisha mund të jetë tjetër pyetje. Jo. Se Kosova, ai thotë jam kosovar, apo jo? Kosova është zemra e Shqipërisë. Asaj Shqipëria që unë ju përmenda kilometër, nëse doni t'ja përmend prapë. Se ka disa njerëz që thonë 160.825 kilometra troje, kilometra katror troje etnike shqiptare. Nuk po themi për troje në një jurisdiksionin politik një shteti. Se ju përshifni që Donald Trump thot, do marrë kanalin e Panamas, do marrë atë që i thonë, si quhet, Grolanda, sipër. Mirë për politika ndërkombëtare, mbledhen ndërtues më të madhe sa Donald Trump, perandori, po themi perandori për një sekond. Apo jo? Atëherë, çfarë bëhet në këtë rast? Në këtë rast duhet barazvlera e të parit midis të barabartëve. Kush është i pari midis barabartëve? Donald Trump, Europa duhet të jetë bashkë. Pse jo? Pse jo? Rusia është pjesë e Europës. Zoti Gjuzi, nëse nesër do hape një dosje kundër jush, mendoni se do ishte për arsye të vërteta apo për t'ju bërë të heqni? Kujtim Gjuzi është 66 vjeç. Edhe ju e dini që do të thotë numri 2 gjashtave, ndonjëherë një mund zoti, jemi në koalicion të madh. Unë thash që Sali Berisha, po drejtohem kështu tani ose Baca, në moment caktuar më ka dhënë foltoren e Partisë Demokratike. Ai tashmë e ka në koalicion Partinë Konservatore dhe ka drejt flasë si një konservator. Por ai është lider demokrat. Që do thotë është lider i qendrës, i cili mund të bëjë për hatër të interesave kombëtare patriotike lëvizje më të mëdha se aq, dhe ishim të Ilir Meta. Ju mund të godisni, mund të thoni, keni në koalicion Fredi Belerin, jo. Ne kemi në koalicion partinë e certifikuar nga gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranë që drejton zoti Dule. Zoti Dule është mbiemër shqiptar. Nëse ai do të bëjë kanakun, le ta bëj. Ju mund prekni prapë, mund thoni çfarë mendimi keni për Çamërinë. Çamëria do zgjidhet me të drejtën juridike në studimet ekonomike, ose ajo që quhet drejta romake, çështja e pronës, mund zgjidhet në komunitetin evropian, që do të thotë Greqia duhet të paguajë harax dëm shpërblimin. Ne nuk do të jemi hakmarrës me grekët. Grekët janë përlasës si ne. Zoti Gjuzi, a mendoni se ka politikanë shqiptar që janë agjent të vendeve të huaja dhe punojnë kundër interesave të vendit tonë? Po, ka, e këtë e them me kompetencë. Po,
Këtu është penalizuar Fatmir Mediu. Do të dalë pak këtu te kolegu im. Gërdeci nuk është faji Fatmir Mediu. I bëj thirrja atyre që kanë humbur të dashurit e tyre. Gërdeci është një çështje e agjenturave të huaja. Ata e ndezën. Tani, nëse ju doni, shkojtë ju çojë edhe te Kodrina atje, po nuk besoj se keni ardhur për këtë i nderuar. Shqiptarët po ikin masivisht nga vendi. Mendoni se kjo është një strategji e qeverisë për të pastruar Shqipërinë nga klasa punëtore dhe për të lënë vetëm oligarkët dhe klientët e tyre? Nëse oligarkët ngelin pa klasën punëtore, sipas Marksit, do të thotë që bie shteti. Ky shtet nuk ka rënë se tashmë që flasim bashkë është 113 vjeç me letra juridikisht, për këtë duhen falenderuar disa presidentë amerikanë. Woodrow Wilson, Richard Nixon, duhet patjetër George W. Bush, po ashtu duhet, pavarësisht se u largua Biden, ka qenë një senator edhe president që ka ndihmuar për të realizuar Republikën e Kosovës, së bashku me presidentin Bill Clinton. Këta janë njerëzit që i kanë dhënë suport këtij vendi. A do të jap Donald Trump? Ai ka thënë Shqipëria e madhe. Çfarë mund të thotë më tepër ai? Dhe ka filluar ta vënë jetë, ka pru një nga këshilltarët e tij që fitoi zgjedhjet. E ka pru në Tiranë. Edhe këshilltari i tij kështu tha në konferencën për shtyp. Shqipëri e madhe, tha. Mirë ata që kanë punuar për të kundërtën e kësaj gjëje. Kush kanë punuar për këtë? Ju besoj keni vënë re që unë i drejtohem Edi Ramës, jo si kryeministër, përjashto parlamentin, shkëlqy si kryeministër. Jam drejtuar kur jemi në intervista siç është kjo që është intervistë mbi të letën, është se ka dhe intervista të leta. Edi Rama unë jam drejtuar mbreti Edvini i 8, se mbreti i 7 po ti rindisësh domethënë të gjithë që i kemi thënë në emisionin tjetër, i bi që tjetë Edvini i 8, ai ka kthyer në monarki, ktheje. Bëj referendum, i kishte shanset. Ja pa të më dhënë shanset ne. Me 105 vota ime mungonte. Me 105 vota në parlament, vendi shkonte monarki. Ai se bëri. Tani do të bëhet mbret, duke qenë kryetari i Partisë Socialiste, këtu s'ka shanse. Edhe e shikoni ju se si eliminon gjithë muslimanët, gjithë ata më prerë dhe bektash janë muslimane brenda Partisë Socialiste. Pse atë do ta trashëgojnë ortodoksit i fundit që ka qenë kryetari i asaj partie, që unë e quaj partia e krimit, parti domethënë me probleme që ka ushtruar kriminalitet, drogës e gjitha këto. I fundit ka qenë Ramiz Alia aty. Nga Tropajan ishte Ramiz Alia, se gjithë thonë ishte Shkodran, jo, si Shkodran, ishte Tropajan. Do të thotë, vunë baras pesh, në krahun tjetër, Dr. Sali Berisha, opozita, Partia Demokratike, Forcat e Reja Demokratike, deri kur erdhën dhe konservatorët në 99-ën, se atëherë jemi kriju si subjekt. Dhe ne ikëm në diversitet, se ne nuk mund pranonim rolin e njëshit. Për njësh kishim diktatore në Ramiz Alia, ne manim atë. Tani, në subjektin Partia Socialiste, ajo do të trashëgohet dhe unë po ja them këtu. Po doj dikush, këtu i vjeshim basta në kohën e diktaturës. Për ne që ishim pak djem rebel, Tiranës, vini basta. A ve basta sot jo, se sot ke tjetër pushtetje. Elisa Spiropali do t'jetë trashëgimtare. Prandaj kujdes ju muslimanët në Partia Socialiste, se ju mund të keni nivelin e 2-shit, 3-shit, ati kur ka 7 vënde bosh nga Edi Rama, ose 77 mund të ketë. Është ky rasti 2 shtatave. Zoti Gjuzi, kam dhe një pyetje lidhur me çështjen e politikës. Dhe ajo që duhet ju pyes unë është që a mendoni se do jetë në konsideratën tuaj ndonjëherë një revolucion në Shqipëri si zgjidhje dhe nëse po, kush duhet të rrëzohet i pari? Partia Kombëtare Konservatore ka qenë kundër revolucioneve. Edhe kur ka fol dikush për revolucione, ne kemi thënë Molotov, revolucion Tiranë, jo, se janë bërë 7 revolucione dhe vendi ka marrë kosto të larta. Ne presim që kryeministri Edi Rama të jetë i kujdesshëm për mua, me qenë se është tërhequr pak Dr. Berisha nga ideja e qeverisë tranzitore, nëse Rama do të jetë kryeministër, gjë që nuk e mendoj, se humbet mandatin me datën 13 tani dhe nuk ka më mbrojtje, pra mund të shkojnë spak të kërkesa që bëhet ju shpar.
Unë mendoj që i duhet një qeveri tranzitore vendit. Kryeministri normalisht i takon Partisë Socialiste, pavarësisht se ne se njohim zgjedhjet, ka vjedhur zgjedhjet e tjera, por për hatër të asaj që s'mund të ketë një revolucion tjetër, duhet shkojë. Dhe tashmë koalicioni ka 26 parti politike dhe në konsulencë mund të certifikohen atje ministrat. Nuk mund të bëhet ajo që bëri Basha në vitin 2017, që i vuri ministrat me vetën e tij pa konsultuar me ne, ndërkohë që Partia Konservatore ka patur rol kryesor në 2017 për të mbrojtur pluripartitizmin. Këtë rol e mori Sali Berisha dhe për mua është i dënuar me 11 muaj burgim, pavarësisht se bëri burgun në shtëpi, për mua është burgim, për mua është vendosja e prangave. Ju e dini që në kohën e Cezarit të lidhin me rrip me shine. Me majkot këto, se ju thatë pak më parë që a keni ju në frikë nga spaku, s'kam frikë nga spaku, nga askush, sepse nuk kam fut duar në financat e taksa paguesve shqiptar. Kushdo që ka futur duar, duhet mendohet mirë, kushdo që ka para jashtë, mbreti të vini 8 nëse ka, nuk mendoj se mund të ketë, duhet i rikthej këtu, e akuzon zvëns kryeministri i tij, shteti drejtës do prevalojë. 34 kryeministra shqiptarë kanë shkuar në burgje dhe janë 7-8 janë vrarë, ca nga diktatura, ca nga të tjerë. Duke u kthyer tek përgjigjja juaj në lidhje me këtë, ne do të jemi për qeverinë tranzitore. Po shkuam me Ramën zgjedhje, Rama do t'i vjedhë, do bëj presion, do të dalim ne të opozitës përpara, do të tentoj një lloj revolucioni, por ne kemi marrë një herë qeverinë e Edi Ramës 50-50 me revolucion paqësor ta quajmë, kadife si ti themi asaj çadrës liris. Atje me muzikë morëm ne apo jo? Me 2 mesazhe këtu. Mbreti Edvini i 8, apo jo? Datat i do, 23 shkurt, 9 mars. Dhe me të fundit e ke pastaj me Bashën, se normalisht ne do të ishim, ajo është parti më e madhe opozitë. Dhe këtu, mbreti Edvini i 8, ju besoj se prej kësaj e dërgua dhe Erion Velin atje ku e meritonte, se tha do sa të bëhem unë këmë, tha, ja rregulloj unë këmë, t'ja bëjmë më keq se fatos nanos. Pra, Erion Veli është në burg për kësaj shpreje. Ka nga ata që thonë se Kujtim Gjuzi është thjesht një personazh mediatik dhe një politikan serioz. Si u përgjigjeni këtyre akuzave? Unë jam një familjar që kam 4 fëmijë dhe një njeri që bën 3 vajza i rrit vetë dhe një djalë edhe paguan dhe s'ka asnjë lek borxh shteti shqiptar. Nuk mund të jetë Karagjozi atyre Karagjozve që shkruajnë atje, me gjithë këto kadillat, kapylli i themi ne, me gjithë këto kadillat, kapyllat, i bie që unë jam aq serioz sa jam munduar tani të bëj krahasim me Donald Trumpin, unë kjo merret pak si shaka, po dhe ai e ka psuar 2 herë nga gratë, po është presidenti, dhe zonja e tretë është shumë e fisme, e patë dhe mbrëm besoj. Në të kur foli për mbrëm, që mbajtja të fjalimin klasik. Sot ai është i propozuar për çmimin Nobel. Një ditë edhe Kujtim Gjuzit mund propozohet për çmimin Nobel, meqense se ka marrë kadareja, sepse i kanë thënë doktorit, doktor të lutem, mos na hidh me këto. Jo doktori vetë, se doktori nuk hedh molotov, bëhet fjalë. Mirë, po ka njerëz aty që janë rebel, KPD-ja ka njerëz rebel. Edhe hidhin molotov në Tiranë. Kishte më molotov deri kur e çon Erion Velia në pasekrave. Do të thoni ju, po pse ju e quat ti s'dola si ditë në protestë atje. Ishte molotov i brenda, unë kisha informacion nga brenda, kishte molotov. Kur ka molotov, unë s'jam atë. Se s'do më djegim ne, t'ju djegim ne karrierën ju të rinjve. Unë nuk jam politikan serioz. Unë që i bëj tavolinën Bashës me 23 parti politike dhe i çoj nga 11 nga këto ke Sali Berisha, ju besoj e pa telefonatën se ishin në tavolinë. Censura ka marru një herë, s'mund të censuroj askush kryetarin e konservatorëve. Nuk jam mediatikun, e kam të organizuar subjektin, ndiqni partinë zyrtare e keni në FB. Zoti Gjuzi, ka pasur ndonjë media që ju ka censuruar, apo ju ka kërkuar të mos flisni për çështje të caktuara? Po, ka patur. Por ne kemi larguar censurën fal studentëve liberator të 8 dhjetorit të vitit 1990, dritë pas shpirti Azem Hajdarit, miku im, vllai im, njeriu që kemi ngrënë bukë dhe ju tani më krijohet tension arterial. Urdhëro, vjen re. Po si çekëm unë jo serioz. Unë jam njeri normal si tjerë, politikani s'është asgjë tjetër, është njeri normal. Por çfarë ka politikani? Ka atë që nuk e sheh dikush ose nuk do ta shoh. Politikani e sheh. Politikani është 5 vjet përpara. Unë tani mund t'ju japë përgjigje ç'do jetë Shqipëria pas 5 vjetësh. Do e keni ju të rinj do e keni.
Nëse nesër një oligark i fuqishëm do ju ofronte një shumë të madhe parash për të heshtur, do e pranoni? Po, më kanë ofruar 2 herë të futem në këto emisione të gallat dhe unë s'kam pranuar. E kanë thënë sa do të t'japim. I kam thënë jo, se marr një pension nga shteti shqiptar dhe nuk marr pension të vogël, po marr pension europian. A ndjeni vetëmor në këtë luftë që bëni, a mendoni se ka njerëz që duan t'ju eliminojnë nga skena politike? Ato edhe nëse eliminojnë Kujtim Gjuzin, punë e madhe. Sot flitem për konservatorizëm euroatlantik. Kur unë fola për orën euroatlantike, askush nuk besonte, shumica qeshën. Sot ka një parti që quhet Partia Euroatlantike. Po të kishit mundësi të zbardhi një të vërtetë të erët të politikës shqiptare, që publiku nuk e di ende, cila do ishte ajo? Do ta zbarë në intervistën e tretë me ju. Ju jap fjalën. Zoti Gjuzi, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit ju.